Selam aleikum, hoqë, kemi nevojë për punë. Burri më thot gjithashtu, po mendoj që e ka për qëllim thot gjithashtu që kemi nevojë për punë. Do më thani meriton që gruaja më punu. E kemi gjendjen, on si duket dopt, po s'më pranojnë me mbulesë. Aleikum salam rahmatullah. Allahu është furnizuesi, Allahu ka riskun e ju i dorë dhe ky Zot që ka riskun e ju i dorë e ka obligu mbulesën për ty. Prandaj mos u mundon me e lyp riskun duke i bën Allahut mëkat, duke heq mbulesën ose ku e di çka. Ti je e bindur, sepse sebepi nuk e sjell riskun, po bindja, yaqini. Sebepi është i dorës dytë. Lypi sebepet veç halal. Veç halal. Nëse jenë nga një qytet i madh që muj me kontaktu me ndonjë firmë ose kompani që normalisht punë halal, më trego. Numrin të mund të gjeni çdo kun. Nëse ndonjë motor ka probleme, s'u bëjën punë për mbulesë, ndoshta mundemi me i gjetë na punë halal. Tek ndonjë vend kompania ma jo tash gjithmonë me zgjedh, jo në po du këtu s'po du aty. Me gjetë një punë të lejuar halal që i takon krenarisë së një motre muslimane, një risk të arsyeshëm, edhe bashorti me punu. Unë nuk e shoh se në Kosovë është problem puna mbulesës. Në përgjithësi mund të ketë sektore të caktuara, por në përgjithësi nëse është në pyetje veç për me jetu, dhe më thonë pa këshirë lukse edhe kushtet të rana, inshallah taala ka punë edhe gjani. Gjithsesi, mos i bën Allahut mëkat duke heq mbulesën për ta lypur riskun e Zotit. Se çaj Zot që ka riskun dorë, çaj të ka bë obligim mbulesën, jeta me këtë bindje më stanin. Allahu ka më të ndihmu.